Edhe në rrethin e Pukës, Kurban Bajrami u festua me madhështi, teksa qindra besimtarë mbushen faltorën kryesore atë të qytetit të Pukës, duke u lutur për më shumë mirësi, dashuri e paqe në familjet e tyre. Ceremonia e faljes së Kurban Bajramit është drejtuar nga vetë muftiu i Pukës, Imam Gzim Kopani. Muftiu ftoi sot dhe njëherë besimtarët musliman që në këtë ditë begatie, ku sakrifica për hir të Zotit triumfon mbi çdo gjë, të zbusin zemrat dhe të afrohen më pranë njëri tjetrit, duke forcuar themelet e familjes që çdo ditë po tronditen nga dhuna dhe krimi brenda saj. Muslimani nuk ka shmizor. Kur muslimani drejtohet Allahu xhaleshanuhu, i hap zemrën, i hap shpirtin, që Allahu xhaleshanuhu m'ia zbut zemrën, e m'ia zbut shpirtin që me kënë të dashur me njëri tjetrin, thot profeti Muhammed selam. E kur njerëzit janë të dashur me njëri tjetrin, nuk bën vrasje. E kur muslimani është i dashur me njëri tjetrin, Allahu xhaleshanuhu këtë dashuri e shton vetën e tij, e shton familjen e tij, e shton te bashortja e tij, te familja e tij, te nana baballarët, edhe nuk ndodh vrasja, thot profeti Muhammed selam. Pra, simboli i kurbanit është se Allahu xhaleshanuhu është e ka dhënë si shenjë miqësie mes njeriu dhe Allahu xhaleshanuhu, që njerëzit mu largu nga vrasjet, mu largu nga xhakderdhet dhe mu drejtu Allahu xhaleshanuhu. Nga hutbeja e xhamisë së Pukës, muftiu Kopani përshëndeti vendimin e qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit, nga të cilat shtoi ai, buron varfëria që sjell dhunën, divorcet, krimin dhe rënimin e shoqërisë. Feja islame thot muslimani i mirë është ai i cili dëshiron për tjetrin ata që dëshiron për veten tonë. E i tillë është ai i cili person Allahu xhaleshanuhu. Po një që nuk i drejtohet Allahut, një që qëndron mas fenomenit bigjozit, mas fenomenit të alkoolit, ai ekziston me bërë shumë gjana, pasoja shumë të mëdha sociale, si që ajo që neve më së shumti e përjetojmë. E merr burri bot rrogën, në vend që më shkuar me elon këtë rrogë te vllazët e vet, te fëmijët e vet, te bashortja vet, te familja vet, te shtëpia vet, ai shkon edhe i lën bijoz. Ai shkon edhe i lën në bingo. Imagjinoni të u fut njerëzin rrallë për me hek lek për xhepit. Imagjinoni të u fut njerëzin rrallë për me shku atë mund që kanë punu me shku me shun haram. Shkon të shtëpia, duhet buka. Shkon të shtëpia, duhet rrobat. Shkon të shtëpia, duhet kjo hekurosme, duhet ajo. E gruaja nuk ka, nuk kena pagu drejtat. E gruaja i thot nuk ka, nuk kena buk shtëpi. E po fillon tani përplasja e rrahja e grus, e rrahja saj. Falja e Kurban Bajramit është mbyllur me lutjen tradicionale që besimtarë të shumtë bën edhe në këtë ditë të Kurban Bajramit, duke u lutur për sa më shumë dashuri, mirësi e respekt, si dhe duke kërkuar nga Zoti i Madhërisëm të ulin varfërinë e të rregullojnë me vullnetin e vet Pukën dhe mbar Shqipërinë. Në mesin e këtyre lutjeve kanë ardhur dhe urimet e besimtarëve me këtë rast. Juroj gjithëve besimtarëve muslimanë në festën e Kurban Bajramit dhe një ditë sa më të lumtur dhe sa më të mirë. Për shumë vjetë gëzuar me gjithë, inshallah vjetët më mirë. A dhe gëzuar për shumë vjetë. Gjithë pukjanëve, ku do që t'jenë, mërën edhe jashtë adhëut, ta gëzoshin Kurban Bajramin e për shumë vjetë, suksesin në familjet e tyre, lumëtëri, gëzim edhe hare. Kurban Bajrami është gjithë çka për mu, për Allahun. Ta gëzoj popullin shqiptar inshallah përpara. Gëzuar për shumë vjetë, gjithmonë paqen gëzim dhe popullin shqiptar. Pas lutjeve të Kurban Bajramit, Myftinia ka organizuar dhe prerjen e kurbanit, e cili shpërndahet për familjet e varfra në të gjithë rrethin.